Miqtë e mi, ju përshëndes dhe ju falenderoj që keni zgjedhur të kaloni këto minuta të ditës suaj së bashku me ne. Gjithmonë kam mrekulluar fakti që Perëndia, krijuesi i universit, Perëndia i pakrahasueshëm me asnjë tjetër, na thret neve, miqtë e tij, dhe jo vetëm kaq, pa i nafton të ecim së bashku me të. Në këtë seri rrëfimesh që do ta fillojmë sot, do të shikojmë se si Perëndia ynë i mrekullueshëm i ka drejtuar miqtan në një jetë me të. Secili prej tyre vjen nga prejardhje të ndryshme shoqërore, prejardhje të ndryshme fetare, histori të ndryshme familjare, madje edhe nga kombe të ndryshme. Disa kanë qenë në drejtime krejt të kundërta, në kombe të tjera. E megjithatë, Perëndia i gjeti aty ku ishin dhe i thiri të ecin në miqësi me të. Të gjithë janë të ndryshëm, burra, gra, të rinj, të vjetër, kanë ngjyra të ndryshme të lëkurës apo theks të ndryshëm gjuhësor. E megjithatë të gjithë kanë një histori për të treguar. Dhe çdo histori, edhe pse është plot ngjyra edhe dritë, ka një gjë të përbashkët: bindjen. Secili prej tyre, sapo e dëgjoi zërin e Zotit, tha: "Po Zot, më dërgo mua." Unë jam Tomor Ajeti. Kam lindur dhe jam rritur në Prishtinë. Kam familjen time, jam i martuar me Mirandën, edhe kemi një djalë që quhet Mateo, që është bekimi më i madh që kemi. Jam pastor në kishën Ungjillore Fitoria këtu në Tiranë, kështu që jam prishtinalian që jeton në Tiranë. Edhe kemi afërsisht që nga 2004 që jemi pastor të kjo kishë, që është vërtet një bekim për jetën tonë. Ngjarja që ka kthyer jetën time nga errësira në dritë të plot, 4 prill 1992. Jam në Suedi. Jam në rrugë të një qyteti në mes të Suedis, në Värmland quhet vendi, dhe jam duke u lutur. Është një, le të themi, një histori një mujore ku unë i lutesha Perëndis, sepse isha në mëdyshje kush është Jezusi, duke qenë që vi nga një traditë muslimane. Normalisht aty flitej më shumë që Jezusi është profet. Dhe unë kisha krijuar një shoqëri shumë të mirë me ca të krishterë, dhe ata më thonë që Jezusi është biri i Perëndis. Edhe për një muaj rresht më kujtohet në atë qytet isha thjesht duke ecur çdo mbrëmje, duke ecur shëtitur në mbrëmje dhe duke u lutur. Kjo ishte, edhe lutja ishte shumë e thjeshtë: Zot, nëse ti ekziston, më trego kush është Jezusi. Kush është Jezusi? A është biri yt, është profet, kush është? Dhe ishte një lutje shumë e sinqertë që vinte vërtet nga shpirti, besoj unë, edhe në atë mbrëmje që ishte, siç e thash, domethënë prill i vitit 92, unë përjetova një, nuk e di se si, ndoshta edhe nëse shpjegoj si diçka e mbinatyrshme, ndoshta njerëz nuk e kuptojnë, po për mua ishte mbinatyrshme. Edhe ky përjetim i mbinatyrshëm më bëri mua që të kuptoja, domethënë, që vërtet Jezusi është biri i Perëndis, edhe që ai është shpëtimtari dhe unë duhet të besoj tek ai. Ishte si një lloj vizioni, ndjeva sikur o Jezusi mund të ketë qenë, o mund të ketë qenë një engjëll i Perëndis, sepse gjërat frymërore nganjëherë është vështirë ti përshkruash me fjalë natyrshme, sikur më vendosi dorën mbi shpatullat e mia, edhe unë, domethënë, isha duke ecur, si thash, kjo ishte ecja ime çdo natë për një muaj rresht me këtë lloj lutje: Zot, më trego kush është Jezusi, Zot, më trego kush është Jezusi, Perëndi nëse ekziston. Tani e kisha bërë të qartë në mendjen time që nuk po i lutem asnjë lloj perëndie, po i lutesha Perëndis që le të themi që gjithë njerëz besojnë që ka një Perëndi, dhe thash, kushdo që ti je, ky Perëndi që ti thua që je, më trego tani kush është Jezusi, a është biri yt, a është profet, ç'a është. Edhe kjo ishte lutja e sinqertë që erdhi nga zemra ime, dhe ky përjetimi, siç e thash, a mund të ketë qenë një
angel, a mund ke qenë prania vetë Jezusit, erdhi nga mrapa, ndërsa unë po ecja edhe më vendosi dorën në shpatulla dhe sikur më përqafoj. Në momentin që unë nuk u ktheva për ta parë, sepse ndjeva tamam e përjetova sikur diçka fizike, vizioni u zhduk. Por në mua ndodhe ky ndryshim. Edhe unë përjetova një, nuk e di, një gëzim, një çlirim, nuk e përshkruaj dot, ishte mbi natyrshme. Edhe gjë e parë që bëra ishte që shkova dhe e mora në telefon një person që në atë kohë miku im Jonas suedez, edhe ai më ka dëshmuar për Jezusin, më ka folur për Jezusin, edhe mora telefon, thash Jonas, thash, ai tha po të mor, thash unë thash jam shpëtuar, thash e kam pranuar Jezusin. Edhe ai tha haleluja, po e dëgjoj në telefon, edhe haleluja, edhe kjo ishte domethënë përjetimi. Hera e parë që kam besuar te Jezusi. Momenti i dytë kyç pasi që unë pranova Jezusin ka qenë momenti kur Zoti më tha që unë do të vija në Shqipëri. Se e thashtë më parë nga Kosova, lindur në Prishtinë, në atë kohë kur unë pranova Jezusin, unë isha në Suedi, bëra 2 vite në një shkollë biblike. Dhe gjatë shkollës biblike, normalisht që unë fillova të mësoja fjalën e Zotit, fillova të mësoja si të lutesha, se isha zero, nuk dija asnjë gjë mbi krishterimin, përveç se kisha përjetuar shpëtimin. Dhe në një nga lutjet e mia, pas një viti mendoj të shkollës biblike, në një lutje timen, thjesht dëgjova një zë. Tani unë nuk e di dhe nuk mendoj që ka rëndësi ata përshkrua ishte zë i zëshëm, apo zë i brendshëm, ishte thjesht një fjalë që unë besoj ka qenë nga fryma e shenjtë, që më tha kështu, Tomor, ti do shkosh në Shqipëri. Kaq ishte fjala. Edhe që nga ai moment, në mua domethënë unë s'kisha qenë asnjëherë në Shqipëri, nuk dija shumë gjëra përveç se ato që mësojmë histori, Shqipëria ka qenë gjithmonë e mbyllur. Kështu që s'kisha ndonjë gjë që mund të më lidhte direkt, edhe thash, okay, Zot, nuk e di se si do ndodhe kjo, nga Suedia të përfundoj në Shqipëri, të shkoj të shërbej ty, absolutisht nuk kisha asnjë njohuri mbi këtë. Por pastori asaj kohe thoshte që, okay, nëse Zoti të drejton dikun, të thot me shku, fillo që tani lutu para se ti shkon. Kështu që gjatë vitit 2 të shkollës biblike, më tepër ka qenë lutje, Zot, jam në duart e tua, ti do më drejtosh se si do të bëhet kjo me Shqipërinë, si do shkojnë atje si misionar etj. Kështu që kjo ishte thjesht një fjalë, teologjikisht njerëz e thonë është një fjalë rema, nëse i duhet dikujt për teologji, por për ta shpjeguar, domethënë eksaktësisht se si ka qenë, unë thjesht mund të them që unë e dëgjova një zë që më tha këto fjalë edhe ju binda asaj, kaq, domethënë. Ardha nga Suedia në Shqipëri ishte vërtet një ndryshim shumë i madh për mua. Unë nuk e kisha idenë, domethënë, se si jetonin, po flasin vitin 94 në Shqipëri, nuk e kisha idenë e gjërave që njerëzit kishin kaluar këtu, mungesën që kishte normalisht standardi suedez me standardin e Shqipërisë në atë kohë ishte shumë i dallueshëm edhe nuk, domethënë, kur erdha këtu, mora një apartament me qira që më ndihmoi një miku im për ta gjetur, edhe nuk isha as mobile, ishte bosh, edhe pastori në atë kohë Dan Linda o përmes ndihmave që vinin në Shqipëri më gjeti një shtrat, një tavolinë dhe një dollap i vogël për të futur gjërat, edhe kaq ishte një, mund të them, thjesht një gjë e vogël në Tiranë e re. Edhe unë erdha këtu pas një viti, edhe fillova me njëherë të shërbeja Zotit me shkollën biblike të Fjala e Jetës, me një mision që kishin nisur në Elbasan, kishin nisur një grup në qytetin e Elbasanit dhe një grup në një fshat Elbasanit, dhe pastor Dan më tha, Tomor, gjatë javës do jesh në shkollën biblike këtu, në fund javë ti do jesh në Elbasan dhe do të punosh atje. Kjo ishte. Por unë isha i lumtur sepse e dija që Zoti më kishte thirrur, nuk ishte rëndësi më kujtohet kur erdhi babi im për herë të parë nga Kosova për në vizituar, tha, Tomor, tha, qa bën këtu, tha, hajde, tha, shpejt në shtëpi, qa është kjo?
sepse nuk isha as lavatrice. E ke parasysh I laje rrobat me duar, babi thoshte, hej, çaj të bo këto, domethënë ishte edhe më kujto duke thënë babit që po më tha babi kështu, tha, Tomar, tha, unë nuk të njoh, sikur si djali ima. Kishte shumë vështirësi kur erdha, por e kisha atë gëzimin që okay, unë jam vullnetin e Zotit. S'ka rëndësi këto janë gjërat përkohshme, Zoti do rregullojë gjithçka. Unë jam vullnetin e Zotit. Unë I kuptoj njerëzit të cilët në botën e sotshme ndoshta kërkojnë të jetojnë atë mënyrën minimaliste, sepse ka një urtësi edhe në këtë gjë që sa më shumë gjëra që kemi, aq më shumë duhet kujdesesh për to, se asgjë nuk qëndron për jetë. Edhe shtëpitë të mëdha të kesh, duhet kujdesesh për ta pastruar, për ta rregulluar kur prishet gjërat. Do thotë, mendoj që edhe Ungjilli na tregon që ka një thjeshtësi në Krishtin, ka një mënyrë të thjeshtë të besimit. Edhe mendoj që kjo ishte edhe qelsi pse unë ndjeva aq shumë gëzim, sepse gjithë fokusi në fillimet e mia, I gjithë fokusi ishte Krishti dhe nuk ishin gjërat. Domethënë unë gëzosha më shumë që kisha mundësi t'ju shërbeja tjerëve, që po mësoja në shkollën biblike, që po shkoja në fshatra dhe predikoja Ungjillin, që njerëzit po vinin te Krishti, që njerëzit po pagëzoheshin, që drejtues të rinj po formoheshin. Dhe ky ishte në gëzimi, mendoj për një misionar, se unë e shikoj nga këndvështrimi që isha misionar, se ndoshta po të isha besimtar, mund të ishte një histori tjetër, por nga këmbështrimi si misionar, atëre gjërat e misionit kishin më shumë kuptim dhe sill më shumë gëzim se sa çfarë mund të kem, çfarë mund të blej ose rrethana ku unë ndodhesha. Shekuj të shekujve, ty do të bekojmë Zotim. Shekuj të shekujve, Me muzikën kam qenë I lidhur qysh si fëmijë, kështu që muzika ka qenë gjithmonë diçka, një pasion në jetën time, edhe që kur kam qenë në shkollën fillore, mbaj mend që kam qenë pjesë e një kori të radio televizionit Prishtinës për shumë vite. Kam kënduar në kor me një dirigent që quhet Ramadan Ramadani, ai shumë njeri I mirë, edhe kështu që muzikën e kam pas gjithmonë pasion. Pastaj kur u shpëtova, normalisht më vinte shumë lehtë që të këndoja në kish, sepse isha mësuar me këngë, isha mësuar me muzikën. Pastaj një misionare suedeze më mësoi kitarën, edhe kjo më dha mundësi pastaj që të krijoja edhe këngë personale. Kam këngë të cilat besoj që Perëndia mi ka dhënë thjesht si një mesazh për të tjerët, më falni. Kam bërë një album që quhet Në shekuj të shekujve, edhe kjo kënga e këtij albumi që quhet në fakt Në shekuj të shekujve, është një këngë që ka lindur ndërkohë që unë po adhuroja në shtëpi. Dhe më kujtohet shumë mirë që duke adhuruar Zotin, melodia më vjen dhe unë përjetoj një derdhje të frymës së shenjtë në qenien time. Domethënë ishte tamam si një nuk e di se si mund ta përshkruaj, si zjarr që rrjedh nga koka dhe zbret poshtë në trup, edhe të bën ty, domethënë disa njerëz prekja e Perëndisë I bën të qeshin, disa I bën të çaj, mua më bëri të çaja. Domethënë edhe e mbaj mend që kur përfundoi e gjithë kjo si një përjetim, domethënë kjo këngë më ka shoqëruar për shumë kohë në shekuj të shekujve, edhe flet që neve në fakt do të adhurojmë Perëndin përjetësisht. Adhurimi nuk është thjesht pjesë e shërbesës kishtare, është një shërbesë e përjetshme që ne do ta kemi në qiell. Kjo ka qenë me këtë këngë. Pastaj një këngë tjetër që po ashtu Perëndia më ka prekur, është Shih frytin e vuajtjes tënde. Është një këngë që e kam bërë vite më përpara, edhe kjo ka qenë një përjetim I kryqit, që çfarë pa Jezusi nga kryqi, edhe mendoj që ai pa frytin e vuajtjeve të tij. Edhe prandaj edhe Bibla thotë që
për gëzimin e asaj që ai pa, domethënë shkoi në kryq. Domethënë Krishti nuk shkoi kot në kryq. Ai pa frytin e gjithë vuajtjes së tij dhe e bëri, domethënë me gëzim atë. Nuk është që çau rrugës për në kryq, çan tjerët. Ai nuk çau. Ai e dinte çfarë do fitonte. Jezusi ishte shumë i vetëdijshëm e do na fitonte ne edhe shumë të tjerë, miliarda njerëz. Kështu që aty në atë këngë e përjetova këtë, domethënë që shih, domethënë frytin e vuajtjes tënde që të adhuron o Zot. Domethënë kjo është, mendoj. Pastaj unë kam dhënë një intervistë tjetër tek radioja në lidhje me emri Jezus, edhe kjo ka qenë ka lindur në një kohë sfide për ne, por çfarë unë kam parë është që edhe kjo këngë i ka shërbyer shumë besimtarve nga dëshmitë që kam dëgjuar, njerëzit që më kanë folur, më kanë thënë, më ka prekur shumë kënga edhe unë e kuptoj që kur kënga më prek mua, jam i sigurt që kënga do t'i prek edhe tjerët. Muzika e ka vërtet një pushtet, si thot edhe Martin Luther, që pas teologjisë muzika e zë vendin e dytë në jetën e krishterë. Edhe unë besoj që pas fjalës Zotit, muzika për Perëndin ka një ndikim të jashtëzakonshëm tek njerëzit. Edhe falenderoj Perëndin që thjesht më ka dhënë këtë dhuratë që të dëgjoj prej tij edhe të krijoj melodi për të. Në këtë emër çdo gjë do të përulet, në këtë emër çdo gjë do të rrëfej, në këtë emër errësira zhduket, emri Jezus. Dhe këtë emër do ta ngrem shumë lart, se ky emër largon çdo mëkat, në këtë emër jeta është dhurat, emri Jezus. Nëse nuk e ke dëgjuar asnjëherë Perëndin, mendoj që po lutja është një drejtim që mund t'i sugjerosh besimtarve, por mendoj që drejtimi më i mirë do ishte Bibla. Unë do ta drejtoja personin që të lexonte Biblën, sepse ashtu si unë përdor fjalë kur flas, edhe Perëndia përdor Biblën. Unë nuk jam pro asaj që okay, le të lutem që dëgjojmë një zë. Absolutisht jo. Nëse Zoti do që ta dëgjojmë, ne do ta dëgjojmë. Nuk është thjesht që unë po kërkoj zëra, edhe biles është edhe rrezikshme ti këshillosh njerëzit që të kërkojnë dëgjojnë zëra, sepse nuk është biblike. Mendoj unë, domethënë duhet të drejtosh një person që ta kërkoj Perëndin. Pastaj, ashtu siç ka ndodhur nëse lexojmë Bibël, Zoti atyre që ka dash më fol, ju ka fol, pavarësisht se në çfarë situate kanë qenë, ata që Perëndia ka dash ta dëgjojnë zërin e tij e kanë dëgjuar. Kështu që nuk është thjesht në kërkimin e zërit Zotit, është në kërkimin e Perëndisë. Dhe mendoj që këshilla më e mirë është që hey, nëse ke Biblën hape, unë do të këshilloja që futu te Ungjit, sepse mendoj që aty fjalët e Krishtit janë shumë më të qarta, sepse fjala e Perëndisë është e gjitha e bekuar, por kur lexojmë Ungjit, i kemi fjalët të drejtë për drejta të Jezusit, që ai vetë ka thënë që fjalët që unë them nuk janë fjalët e mia, por vijnë direkt nga Ati qiellor. Kështu që unë do këshilloja Ungjillin e Gjonit fillimisht, pastaj të tre Ungjit e tjerë. Nëse vërtet po kërkon që dëgjosh diçka nga Perëndia, s'ka më mirë se të fillosh me fjalët e Jezusit. Në anglisht është shumë e lehtë, për shembull kam dëgjuar disa njerëz të Zotit që thonë kalo kohë me fjalët në të kuqe. Pse? Sepse në anglisht words in red janë fjalët e Krishtit, se kanë ato opsion që në printimin e kanë bërë që çdo fjalë e Krishtit ka në ngjyrën e kuqe dhe lexoj fjalë në të kuqe mas pari, pastaj vazhdo tjerat. Është, domethënë, është një metodë, nuk po them që gjithmonë është kështu, por unë nëse dikush do më pyeste mua, pastor, si mund ta dëgjoj fjalën ose si mund ta dëgjoj Perëndin, unë do ta uzoja mas pari në fjalë, shko te Bibla, nuk ka asgjë më të sigurt se Bibla, dhe pastaj normalisht do lutemi, sepse është normale kur e kërkon Zotin që ti i lutesh,
Por kur vjen puna ta dëgjosh zërin, unë për shkak kam pas raste që duke lexuar Biblën, një varg më ka dalë. Edhe kjo ka qenë zëri i Zotit për mua në një situatë. Për shembull, ka qenë një periudhë në misionin tim në Elbasan, po i lutesha Zotit, Zot, a qëndroj në Elbasan apo të kthehem në Kosovë, kudo. Edhe po lexoja atë pjesën e letrës së parit që i shkruan Timoteut, qëndro në Efes. Edhe duke lexuar të qëndron në Efes, mua sikur më doli nga Bibla tha qëndron në Elbasan. Edhe unë qëndrova edhe për 2 vite e gjys në atë qytet. Kështu që kjo është për mua më e sigurt se sa thjesht i themi, ok, luti Zot ta dëgjosh zërin e tij dhe ta dëgjosh. Ka edhe mënyra tjera se si Zoti më ka folur, po duhet patjetër ta përmend që më ka ndodhur që Perëndia më ka folur edhe përmes një ëndre të caktuar, ku më ka zbuluar pjesë të vullnetit të tij. Në raste të caktuara ka mbrojtur zemrën time nga lëndimi që mund të ketë ardhur përmes një vllai ose një situate të caktuar. Perëndia para përgatiti zemrën time përmes një ëndre të caktuar që kur gjëja ndodhi nuk u befasova, por isha i përgatitur që të mos lëndosha dhe të mos e lëndoja edhe tjetrin, sepse ne duhet mendojmë për 2 palët në çfarë do lloj mosmarrveshje ose keqkuptimi, sepse ndodh kur je në kish për 33 vjet, absolutisht që ndodh që mund të kesh keqkuptime, mosmarrveshje me njerëzit që nuk bin dakord ndoshta me stilin tënd të drejtimit, ose nuk bin plotësisht dakord edhe me teologjinë tënde, se ne jemi gjithë të kufizuar në teologji, nuk kemi gjithë zbulesat. Kështu që edhe ëndrat, po prapë edhe në këtë pikë nuk do të thoja që lutju Zotit që t'jap një ëndër, por besoj që nga hiri dhe mëshira e madhe e Zotit, Zoti vërtet na mbron. Edhe kjo është një mënyrë se si ai mund të mbrojë duke të zbuluar diçka, se ëndrat dhe vizionet janë gjua e frymës shenjtë, po ashtu, këtë e thotë edhe fjala e Zotit. Por unë nuk jam, siç e thash, nuk i them njerëzit të kërkojnë të mbinatyrshme, nuk them njerëz të kërkoni Perëndin dhe ai pastaj do të sigurojë qoftë në mënyrë të natyrshme ose të mbinatyrshme, domethënë në mënyrën se si do drejtoj ty, se si do të flas ty, nëse ai zgjedh që të flas me vizion, do ta jap vizionin, nëse zgjedh të flas me një ëndër, do ta jap edhe ëndrën. Nëse do të jap një fjalë profetike, mund ta jap edhe fjalën profetike, por kjo, domethënë, për mua është më mirë t'i drejtosh njerëzit kërkoje Perëndin, sesa kërkoje metodën se si ai do të flas. Sipas mendimit tim, mendoj që kjo është më e sigurt që kërkoje Perëndin, ai do gjej, pastaj duhet jemi të hapur për mënyrën se si Zoti na flet. Nuk e zgjedhim ne, ai e zgjedh mënyrën se si do na flas. Ne duhet thjesht të gjejmë mënyrën si t'i bindemi. Miku ynë sot na rrëfeu se gjithë kjo histori filloi me një pyetje. Zot, më trego kush është Jezusi? Një pyetje e sinqertë. Një kërkim i thellë çdo natë, për plot 1 muaj rresht, ditë pas dite. Dhe Perëndia ju përgjigj këmbguljes së tij. Sot, ne, shqiptarët e Shqipërisë, jemi kaq shumë të bekuar nga ky shërbëtor i Perëndis, i lindur prej Mishi në Prishtinë, i rilindur sërish në Frym në Suedi, por që nga viti 1994 i shërben Perëndis me përkushtim në Shqipëri. Miqtë mi, Perëndia na donte kaq shumë, sa që bëri një plan për jetën tonë. Tek Jeremia, kapitulli 1 dhe vargu 5 thuhet: para se unë të formoja në barkun e nënës sate, të kam njohur. Para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve. Perëndia ka një plan për jetën tënde. Lutem sot që ashtu si të mori edhe ti, të zgjedhësh të ecësh në bindje të plot dhe pa kushte ndaj tij. Deri në rrëfimin e ardhshëm, lutem që paqja e Perëndis të mbretërojë në zemrat tuaja.